Ajo zgjoi çdo ditë para diellit, duke mbajtur e vetme peshën e 2 jetëve. Por mjaftoi një mundësi e re e pune që gjithçka të dukej se po ndryshonte. Brenda asaj vile luksoze gjeti respekt, rutinë dhe diçka të errët të fshehur pas fasadës së përsosur. Ajo që dukej si një fillim i ri u shndërrua në një dilemë të heshtur mes të vërtetës dhe mbijetesës. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Elira u zgjua para se të lindte dielli, siç bënte çdo ditë. Ora e alarmit nuk kishte më nevojë të binte, trupi i saj e njihte tashmë ritmin e mbijetesës. U ngrit me kujdes për të mos zgjuar të birin, Besin, që flinte në dhomën e vetme të shtëpisë, i mbështjell me batanien e zbardhur që ja kishte qepur vetë. Në moshën 6 vjeçare, djali kishte ende gjumin e rënd të fëmijëve që ëndërrojnë për gjëra të thjeshta. Në dhomën e ndenjes, që shërbente edhe si dhoma e saj e gjumit, nëna e Elirës kollitej. Ishte një tingull i ngjirur, i thellë, që vinte nga thellësia e kraharorit dhe gërvishte agimin. Elira shkoi tek ajo, i rregulloi jashtëkun dhe i vuri dorën në ballin e nxehtë. Diabeti dhe tensioni i lartë e kishin shndërruar nën dritën në hijen e gruas së fortë që kishte rritur 5 fëmijë e vetme. Tani, ishte Elira ajo që mbante gjithçka. Qiran e prapambetur, faturat e dritave, ilaçet që kushtonin më shumë se sa fitonte ajo duke larë rroba nëpër shtëpitë e lagjes. Por gjithçka ishte gati të ndryshonte. Të paktën kështu i përsëriste Elira vetes, ndërsa përgatiste kafen e holluar dhe ndante 2 fetat e bukës që do të ishin mëngjesi i familjes. Ja kishte dalë. Pas 3 intervistash dhe 2 javësh pritjeje plot ankth, telefonata më në fund kishte ardhur. Zëri i sjellshëm në anën tjetër të linjës konfirmoi, ishte punësuar. Kujdestare për një zonë të moshuar në një vilë luksoze pranë liçenit artificial në Tiranë. Kontratë të rregullt pune, rrogë fikse, sigurime shoqërore e shëndetësore. Ishte më shumë se sa kishte imagjinuar ndonjëherë të kishte. Elira mbërriti në vilë në orën 7 të mëngjesit të një të hënë marsi. Porta e hekurit të farkëtuar u hap automatikisht, duke zbuluar një kopsh që dukej si i dal nga revistat. Palma të larta rreshtoheshin anës rrugicës së shtruar me gur dekorativ deri te hyrja kryesore. Shtëpia ishte e pamas, me 3 kate dhe dritare të mëdha që pasqyronin qiellin ende ngjyrë pjeshke. Elira shtrëngoi ripin e çantës së vjetër dhe mori frym thellë. Ky ishte fillimi i saj i ri. Ajo që e priti ishte zonja Tefta, e zonja e shtëpisë. Në moshën 78 vjeçare, ajo ende ruante një qëndrim të drejtë, pavarësisht ndihmës së bastunit prej druri fisnik. Flokët e bardhë i kishte mbledhur në një topuz elegant dhe sytë e saj blu kishin atë shkëlqimin e dikujt që ka jetuar shumë dhe ka mësuar të zgjedhë betejat e saj. Kishte veshur një fustan linoje bezh, të thjeshtë por pa asnjë tëmet, dhe një gjerdan perlash që Elira imagjinoi se vlente më shumë se gjithçka që ajo zotëronte. Mirëmëngjes, Elira, tha zonja Tefta me zë të butë. Mirë se erdhe. Shpresoj të shkojmë mirë me njëra tjetrën. Elira ndjeu një ngrohtësi në gjoks. Kishte pritur ftohtësi, distancë, ndoshta edhe përbuzje. Por kishte mirësi në ata sy të lodhur. Faleminderit, zonja Tefta. Do të kujdesem mirë për ju, mund të keni besim tek unë. E di, bia ime. Eja, do të tregoj shtëpinë. Ditët e para ishin si një ëndër. Rutina ishte e qartë, të ndihmonte zonjën Tefta me banjën në mëngjes, të përgatiste kafen siç i pëlqente asaj, të fortë dhe pa sheqer, ta shoqëronte në shëtitjen e shkurtër nëpër kopsht, të organizonte ilaçet, të përgatiste drekën e lehtë. Pas diteve, ato bisedonin. Zonjës Tefta i pëlqente të fliste për të kaluarën, për bashkëshortin që kishte ndërtuar një perandori në industrinë e tekstileve, për ballët ku kishte marrë pjesë, për djalin e vetëm që e kishte rritur me dorë të fortë por plot dashuri. Elira dëgjonte gjithçka me vëmendje të sinqertë. Kishte diçka ngushëlluese në ato histori të një jete kaq të ndryshme nga e saja. Dhe zonja Tefta, nga ana e saj, gjithashtu pyeste. Donte të dinte për Besin, për nën dritën, për ëndrat që Elira ruante në gji. Asnjëherë nuk pati mendje madhësi, vetëm interes të vërtetë. Për herë të parë pas vitesh, Elira ndihej e parë si njeri, jo vetëm si krah pune. Javët kaluan me këtë lehtësi. Elira arrinte herët, punonte me përkushtim, kthehej në shtëpi në fund të pasdites me zemrën më të lehtë dhe xhepin më pak bosh.
Besi kishte këpucë të reja, nën drita arriti të bënte analizat që i nevojiteshin, qiraja ishte paguar. Jeta, më në fund, dukej se po gjente një ekuilibër. Ishte një e martë prilli kur gjithçka filloi të ndryshonte. Elira po ndihmonte zonjën Tefta të ulej në koltukun e sallonit kur dëgjoi zhurmën e makinës në garazh. Ajo e dinte që Artani, djali i zonjës Tefta, jetonte aty, por rrallëherë e shite. Ai ishte një biznesmen i zënë, gjithmonë duke udhëtuar, gjithmonë në mbledhje. Shtëpia ishte shumë e madhe për një person të vetëm, por zonja Tefta këmbëngulte të qëndronte aty, e rrethuar nga kujtimet e një jete të tërë. Këtë herë, megjithatë, Artani nuk ishte vetëm. Elira dëgjoi zhurmën e takave të holla në mermerin e korridorit para se ta shite. Anila hyri në dhomë si të ishte pronare e vendit. E gjatë, elegante, me flokë biond të krejur në mënyrë perfekte dhe thonjë të bërë, ajo kishte veshur një kostum bezh dhe syze dielli që i hoqi vetëm kur ishte brenda. Fytyra e saj ishte e bukur, por kishte diçka të ashpër në vijën e buzëve, diçka të llogaritur në buzëqeshjen që ofroi. Mami, tha Artani, duke i puthur ballin zonjës Tefta. Unë dhe Anila u kthyem më herët nga udhëtimi. Ajo do të qëndroj disa ditë këtu, të kujdeset më mirë për ty. Zonja Tefta rudhi lehtë vetullat. Biri im, unë e kam Elirën. Ajo kujdeset shumë mirë për mua. Anila u afrua, buzëqeshja ende në fytyrë, por sytë tashmë matnin çdo detaj të dhomës, të zonjës Tefta, të Elirës. Sigurisht, tha me zë melodios. Elira duket e shkëlqyer. Por unë kam studiuar për infermieri, e di? Mund të ndihmoj me teknika më moderne, ushtrime specifike për moshën tuaj. Do të jetë një plotësim, jo një zëvendësim. Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks, por qëndroi e heshtur. Nuk ishte vendi i saj të kundërshtonte. Artani duke i kënaqur, i bindur se po bënte gjën e duhur. Zonja Tefta, nga ana tjetër, vetëm tundi kokën, por sytë e saj takuan ata të Elirës për një çast dhe në ta. Kishte diçka që i ngjante një kërkesë faljeje. Në ditët në vijim, atmosfera e shtëpisë ndryshoi. Anila ishte gjithmonë e pranishme, gjithmonë duke vëzhguar, gjithmonë duke sugjeruar. Filloi me gjëra të vogla. Mënyra se si Elira e ndihmonte zonjën Tefta të ngrihej ishte e gabuar, thoshte Anila me atë buzëqeshje të sjellshme. Kafeja ishte shumë e nxehtë, mund ta digjte. Banja zgjaste shumë, duhej të ishte më efikase. Çdo koment vinte i mbështjell me mirësjellje, por mbarte një kritik të mprehë. Elira përpiqej të përshtatej, por ndjente se pavarësisht çfarë bënte, kur nuk do të ishte mjaftueshëm. Anila riorganizoi të gjithë rutinën e shtëpisë. Filloi të kontrollonte oraret e zonjës Tefta sikur të ishte një institucion. 7 e mëngjesit, zgjimi. 7:30, kafeja. 8, banja. 8:30, ushtrimet. Dhe kështu me radhë, deri në mbrëmje, kur zonja Tefta praktikisht tërhiqej zvarr për në shtrat e raskapitur. Zonja që më parë bisedonte, qeshte, tregonte histori, po bëhej gjithnjë e më e heshtur. Elira e vinte re lodhjen në sytë e saj, mënyrën se si supet i përkuleshin kur Anila hynte në dhomë. Por kur përpiqej të komentonte diçka, Anila e ndërpriste me një edukat të pamëshirshme. Elira, e dashur, e kuptoj shqetësimin tënd, por më beso. Kjo është më e mira për të. Të moshuarit kanë nevojë për stimulim, për ndryshe regresojnë. Artani shfaqej rrallë, por kur ishte në shtëpi, shite vetëm atë që Anila e lejonte të shite. Një shtëpi të organizuar, një grua të përkushtuar, një nën të mirë kujdesur. Ankesat e zonjës Tefta interpretoheshin si teka të moshës. Përpjekjet e ndrojtura të Elirës për të sugjeruar një rutinë më të lehtë shiheshin si mungesë përvoje. Ishte një pasdite maji, kur shiu binte fort jashtë, që Elira e pa për herë të parë. Zonja Tefta ishte ulur në tryezën e drekës, duke e shtyrë ushimin në pjatë. Nuk kam uri, tha me zë të ulët. Anila, që qëndronte në këmbë pranë saj, buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e akull. Duhet të hani. Mjeku tha se keni humbur peshë. Zonja Tefta tundi kokën. Jam e lodhur, Anila. Dua vetëm të pushoj. Zëri i Anilës mbeti i qetë, por gishtat që i kapën kyçin e dorës zonjës Tefta u shtrënguan. Jo aq fort sa të linin shenjë, por mjaftueshëm sa ta bënin zonjën e moshuar të harkonte lehtë shpinën. Pastaj pushojmë. Tani, ha.
Elira ishte në kuzhinë, por mund të shite përmes derës gjysmë të hapur. Ndjeu stomakun t'i përdridhej. Ky nuk ishte kujdes. Ky ishte kontroll. Por çfarë mund të bënte? Ishte një kujdestare e punësuar, pa zë, pa pushtet. Nëse ankohej, do të pushohej nga puna. Dhe nëse pushohej, besi nuk do të kishte këpucë të reja, nën drita nuk do të kishte ilaçe, qiraja do të vonohej përsëri. Atë natë, Elira u kthye në shtëpi me zemër të rënduar. U shtri pranë të birit që flinte i qetë dhe ndjeu lotët t'i rridhnin. Për herë të parë dëshiroi të mos kishte hyrë kurrë në atë vilë. Sepse tani e dinte. E dinte se diçka e gabuar po ndodhte dhe të shtirej sikur nuk shihte do të ishte një tradhti jo vetëm ndaj zonjës Tefta, por edhe ndaj vetes. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për të dhe si mendoni se do të përfundoj. Ditët zvarriteshin sikur koha të ishte bërë më e dendur brenda asaj vile. Elira vazhdonte të arrinte me përpikëri çdo mëngjes, por lehtësia e muajve të parë ishte zhdukur plotësisht. Shtëpia, që më pari ishte dukur një vend i fillimit të ri, tani ishte një skenë tensionesh të heshtura dhe vështrimesh që thoshin më shumë se sa fjalët mund të shprehnin ndonjëherë. Anila kishte vendosur mbretërinë e saj me saktësinë e dikujt që luan shah. Çdo lëvizje ishte e llogaritur, çdo fjalë e matur. Ajo kur nuk bërtiste, kur nuk e humbiste toruan. Përkundrazi, mbante gjithmonë atë ton të sjellshëm, pothuajse amësor, që e bënte çdo kundërshtim të dukej absurd. Si të vije në dyshim dik që vetëm donte të ndihmonte. Si të denoncoje mirësjelljen. Por Elira shite. Shite në sytë e zonjës Tefta, që humbisnin shkëlqimin dita ditës. Shite në mënyrën se si zonja e moshuar të kurej kur dëgjonte hapat e Anilës që afroheshin. Shite në mavjosjet e vogla që shfaqeshin në krahët e saj të brisht, gjithmonë me një shpjegim të besueshëm. U përplas pa dashje në cepin e tavolinës. E dini si është, lëkura e të moshuarve është e ndjeshme, çdo gjë e vogël lë shenjë. Rutina e imponuar nga Anila ishte raskapitse. Zonja Tefta zgjohej shumë herët për dikë që mezi flinte natën. Ushtrimet fizike, që Anila i quante stimulimi i nevojshëm, ishin seanca torture të maskuara si fizioterapi. Ngrini krahun, zonja Tefta. Më lart. Jo kështu. Duhet të përpiqeni. Doni të mbeteni e varur për gjithmonë? Elira shikonte, e pafuqishme, ndërsa zonja Tefta përpiqej të bindej, trupi i dridhej nga sforcimi, fytyra e shënuar nga raskapitja. U përpoq të ndërhynte një herë, të sugjeronte se ndoshta ishte më mirë të shkonin më ngadalë, të respektonin kufit e trupit tashmë kaq të lodhur. Anila u kthye nga ajo me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Elira, e dashur, e di që shqetësohesh, por nuk ke formimin e duhur për të kuptuar protokollet mjekësore. Kjo është shkencë, jo hamendje. Artani shfaqej rrallë, gjithmonë me nxitim, gjithmonë i shpërqendruar. Kur ishte në shtëpi, Anila transformonte gjithçka. Shtëpia bëhej më e lehtë, zonja Tefta merrte një trajtim më të butë, kishte të qeshura dhe biseda të këndshme. Por sapo ai largohej, maska binte dhe kontrolli kthehej me forcë të plotë. Elira u përpoq të fliste me të një herë. Ishte një mëngjes qershori, kur Artani po pinte kafe para se të nisej për një mbledhje. Ajo mblodhi gjithë guximin që kishte dhe u afrua. Zoti Artan, mund të flas një minutë me ju? Ai ngriti syt nga celulari, tashmë i paduruar. Po, Elira, por shpejt. Bëhet fjalë për zonjën Tefta. Mendoj se është shumë e lodhur, e dini? Rutina është shumë e rëndë për moshën e saj. Ndoshta nëse e lehtësonim pak. Artani rudhi vetullat, por para se të përgjigjej, Anila hyri në kuzhinë, sikur të kishte një radar për të zbuluar kërcënimet ndaj kontrollit të saj. I dashur, nuk do të vonohesh. Dhe pastaj, drejtuar Elirës me atë buzëqeshje perfekte, Elira është e shqetësuar për rutinën e mamas. I shpjegova se është e nevojshme të mbahet mendja dhe trupi aktiv, por ajo mendon se po tregohemi shumë të ashpër. Artani pshërtiu duke parë orën. Anila, ti ke studiuar për këtë. Nëse ti mendon se është e drejtë, unë kam besim. Dhe drejtuar Elirës, faleminderit për shqetësimin, por gruaja ime e di se. Çfarë bën? Dhe u largua, duke e lënë Elirën me fjalët e ngecura në fy. Anila u kthye nga ajo dhe buzëqeshja tani ishte akull i pastër. Elira, e kuptoj që ndihesh e afërt me zonjën Tefta.
por mos u përpiq të krijosh probleme aty ku nuk ka. Unë kujdesem shumë mirë për vjerën time. Nëse nuk je e kënaqur me punën këtu, ndoshta duhet të kërkosh një vend tjetër. Kërcënimi ishte i qartë. Elira uli syt, duke ndjerë disfatën që i diqte në gjoks. Jo, zonjë. Më falni. Ishte vetëm një shqetësim i kodh. Shkëlqyeshëm. Tani shkoshi nëse zonja Tefta është gati për kafen. Dhe mbaj mend, Elira, besnikëria është shumë e rëndësishme në një punë si kjo. Atë natë, Elira mbërriti në shtëpi dhe u shkri. Nëna Drita, edhe pse e sëmur, e kuptoi gjendjen e së bijës. Bija ime, çfarë ke? Elira i tregoi gjithçka, fjalët i dilnin si një lum ankthi. E ëma e dëgjoi në heshtje, pastaj i kapi dorën. Të duhet kjo punë, e di. Por duhet edhe të flesh e qetë. Mendoje mirë se çfarë do të bësh. Javët në vijim ishin edhe më të këqija. Anila intensifikoi kontrollin, sikur të donte të shënonte territorin. Filloi të jepte zonjës Tefta ilaçe që Elira nuk i njihte. Për ankthin, thoshte Anila. Për ta ndihmuar të flej. Për të përmirësuar oreksin. Zonja Tefta bëhej gjithnjë më apatike, më e largët. Kishte ditë kur mezi i mbante syt hapur. Elira filloi të kërkonte në internet duke përdorur celularin e vjetër në pushimet e drekës. Lexonte për abuzimet ndaj të moshuarve, për manipulimin psikologjik, për mënyrën se si kontrolli i tepruar ishte një formë dhune. Çdo artikull që lexonte konfirmonte atë që zemra e saj tashmë e dinte, ky nuk ishte kujdes, ishte burgosje. Ishte një pasdite korriku, kur i ftohti i Tiranës hyri përmes xhamave të vilës, që Elira dëshmoi skenën që do të ndryshonte gjithçka. Zonja Tefta ishte në salon, duke u përpjekur të ngrihej vetë nga koltuku. Donte vetëm të shkonte te dritarja, të shite kopshtin që e donte aq shumë. Por këmbët nuk ju bindën dhe ajo ra. Nuk ishte një rënje e fortë, më shumë një rëshitje e ngadalt në tapet, por mjaftueshëm për ta trembur. Elira vrapoi për ta ndihmuar, por Anila arriti e para. Dhe në vend që ta ndihmonte zonjën Tefta të ngrihej me kujdes, qëndroi në vend, duke e parë me një shprehje të ftohtë qortimi. Duhet të mësoni të kërkoni ndihmë, zonja Tefta. Sa herë do të duhet ta përsëris këtë? Tani ngrihuni vetë. Duhet të rifitoni forcën. Zonja Tefta ngriti syt, plot lodh. Nuk mundem, Anila. Të lutem. Zëri i Anilës mbeti i prerë. Mundesh. Provo. Elira bëri një hap përpara, por Anila e ndaloi me një gjest. Jo, Elira. Duhet ta bëj vetë. Është për të mirën e saj. Elira qëndroi aty, zemra i rrite me furi, duke parë zonjën Tefta të përpiqej të ngrihej nga dyshemeja, krahët i dridheshin, fytyra e zbet nga sforcimi. U deshën gati 5 minuta derisa më në fund arriti të mbështetej në koltuk dhe të ulej përsëri. Kur pa Anilën, kishte diçka në sytë e saj që shkonte përtej lodhjes. Ishte disfat. Ishte dorëzim. Atë natë, Elira nuk mundi të flinte. Qëndroi duke parë tavanin e dhomës së vogël, duke dëgjuar frymëmarrjen e rëndë të besit pranë saj. Mendoi të hiqte dorë, thjesht të largohej dhe të kërkonte një punë tjetër. Por pastaj kujtoi vështrimin e zonjës Tefta, atë kërkesë të heshtur për ndihmë. Dhe e dinte se nuk mund ta braktiste. Por çfarë të bënte? Si të provonte atë që po ndodhte? Fjalët e saj nuk do të kishin peshë kundër atyre të Anilës. Artani i besonte verbërisht gruas së tij. Punonjësit e tjerë të shtëpisë, të paktë dhe gjithmonë kalimtar, kishin shumë frikë për t'u përfshirë. Elira ishte vetëm. Atëherë i lindi ideja. E thjesht, e rrezikshme, por e mundur. Ajo kishte një celular të vjetër që besi e përdorte për të luajtur kur ajo ishte në shtëpi. Kishte kamerë, regjistronte video. Nëse arrinte të regjistronte, të kishte prova, ndoshta Artani më në fund do ta shihte të vërtetën. Në ditët në vijim, Elira filloi të planifikonte. Vëzhgoi oraret, momentet kur Anila e ulte vigjilencën, kur Artani nuk ishte në shtëpi. Solli celularin fshehur në çantë, e vuri të karikohej në një prizë të fshehtë në qilar. Dhe priti mundësinë e duhur. Regjistrimi i parë ishte pothuajse rastësor. Elira e kishte fshehur celularin mes jastëkëve të divanit në salon, duke u shtirur se po i rregullonte.
Arriti të kapte audion e Anilës duke e detyruar zonjën Tefta të hante edhe pasi ajo tha se po I vinte për të vjellë. Zëri I Anilës, gjithmonë I ëmbël para Artanit, ishte I ashpër, I paduruar. Ha shpejt, zonja Tefta. Mjaft bëre drama. Nuk e kam gjithë ditën. Zemra e Elirës rrihte aq fort sa ishte e sigurt se do ta zbulonin. Por nuk ndodhi. Anila as nuk e pa. Elira ishte e padukshme, vetëm një punonjëse tjetër, pa rëndësi, pa zë. Gjatë javëve, arriti të bënte më shumë regjistrime. Disa vetëm audio, të tjera me video të dridhura, por të gjitha tregonin të njëjtën gjë, një model trajtimi që shkonte shumë përtej kujdesit rigoroz. Ishte poshtërim, ishte kontroll, ishte abuzim emocional dhe fizik I maskuar si teknik mjekësore. Por ruajtja e atyre videove ishte si të mbaje një peshë të pamas. Elira e dinte se po merrte një rrezik të madh. Nëse zbulohej, do ta humbiste punën në çast. Ndoshta Anila do të shpikte edhe ndonjë akuzë kundër saj, ndonjë mënyrë për të shkatëruar besueshmërinë e saj. Por sa herë që mendonte të hiqte dorë, shihte zonjën Tefta duke u shuar, duke u bërë më e heshtur, më e thyrë. Dhe e dinte se duhej të vazhdonte. Qershori u bë korrik, korriku u bë gusht. Tensioni në shtëpi ishte I prekshëm, sikur të gjithë po prisnin të ndodhte diçka, pa e ditur saktësisht se çfarë. Anila filloi të fliste për shtrim në spital. Biseda delikate me Artanin duke mbjellë farën e idesë. Mendoj se mamaja jote ka nevojë për kujdes më të specializuar, I dashur. Ka një klinik të shkëlqyer me gjithë infrastrukturën. Këtu në shtëpi po bëhet e vështirë t'i japim vëmendjen që meriton. Elira e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Do të thoshte ta largonin zonjën Tefta nga çdo dëshmitar, ta vendosnin në një vend ku Anila do të kishte kontroll të plot, ku askush nuk do t'i vinte në dyshim metodat e saj. Ishte lëvizja e fundit e lojës. Dhe ajo duhej të vepronte para se të ishte tepër vonë. Shtatori erdhi me atë premtim të vagullt pranvere që ofron Tirana, por brenda vilës pranë liçenit artificial klima ishte e një dimri të përhershëm. Elira ndjente peshën e çdo dite sikur të mbante gur mbi shpinë. Regjistrimet vazhdonin, të fshehura në celularin e vjetër që e mbante gjithmonë afër, të maskuar me pecetave të pastrimit, mes jashtëkëve, në çdo vend që dukej I pafajshëm. Tashmë kishte më shumë se 20 video. Disa të shkurtra, që kapnin vetëm fraza të shkëputura. Të tjera më të gjata, që tregonin skena të plota të trajtimit që Anila I rezervonte zonjës Tefta kur mendonte se askush nuk po e shihte. Elira I shikonte regjistrimet natën, në heshtjen e dhomës së saj të vogël, dhe sa herë I përdridhej stomaku. Si ishte e mundur që askush nuk e kuptonte. Si Artani, që e vizitonte të ëmën pothuajse çdo fundjavë tani, nuk e shihte se çfarë po ndodhte mu para syve të tij. Por Anila ishte e zgjuar. Shumë e zgjuar. Në ditët kur Artani ishte në shtëpi, ajo transformohej. Zëri I bëhej më I butë, prekjet më të buta. Organizoi dreka të bukura, vendosi lule në tavolinë, madje e nxiti zonjën Tefta të tregonte histori nga e kaluara. Artani shihte një grua të përkushtuar që kujdesej për vjerën me dashuri, ndërsa ama dukej thjesht e lodhur, thjesht e moshuar. Në fund të fundit, çfarë tjetër mund të pritej nga një grua gati 80 vjeçe? Ajo që ai nuk shihte ishin netët. Elira ndonjëherë qëndronte deri vonë, duke ndihmuar me darkën ose duke organizuar ilaçet për ditën tjetër. Dhe ishte në ato orë që dëshmonte më të keqen. Anila I jepte zonjës Tefta më shumë ilaçe se sa duhej. Ilaçe për të fjetur, për të qetësuar, për të kontrolluar. Zonja bëhej aq e përgjumur sa mezi e mbante lugën. Dhe kur protestonte, kur thoshte se nuk donte të merrte më asgjë, Anila thjesht këmbëngulte me atë vendosmëri të akull. Është për të mirën tënde, zonja Tefta. Do të përmirësohesh apo do të përkeqësohesh? Ishte një natë të martë kur Elira regjistroi skenën më shqetësuese. Anila po e detyronte zonjën Tefta të bënte dush të ftohtë, duke thënë se ishte për të stimuluar qarkullimin e gjakut. Zonja qante me zë të ulët, duke ju lutur të ndalonte, se uji ishte shumë I ftohtë, se nuk duronte dot. Por Anila vazhdonte, metodike, e pamëshirshme. Duhet të mësosh të kesh rezistencë, zonja Tefta. Nuk mund të bëhet gjithmonë si çdo ti. Elira ishte jashtë banjës, celulari I fshehur në palën e përparses, duke regjistruar nga hapësira e derës gjysmë të hapur.
Ndjente lotët t'i rrivnin në fytyrë ndërsa dëgjonte dënesat e mbytura të zonjës Tefta. Kur më në fund dushi mbaroi, ajo nxitoi të ruante celularin dhe të kthehej në kuzhinë, duke u shtirur se ishte e zënë me enën. Atë natë, para se të largohej, Elira shkoi në dhomën e zonjës Tefta. Zonja ishte shtrirë, e mbuluar deri në qafë, edhe pse bënte vap. Sytë I kishte hapur, të ngulitur në tavan. Elira u afrua ngadalë, I rregulloi batanien. Zonja Tefta, jeni mirë? Përgjigjja erdhi si një përshpërim aq e ulët sa Elira mezi e dëgjoi. Jo, bia ime. Nuk jam. Por kot flet. Askush nuk beson. Elira ndiu gjoksin t'i shtrëngoi. I shtrëngoi dorën e brisht të zonjës. Unë besoj. Dhe do të bëj diçka. Ju premtoj. Zonja Tefta ktheu fytyrën nga ajo dhe për herë të parë pas javësh, kishte diçka për te I dorëzimit në ata sy blu. Ishte shpresë. E vogël, e dridhur, por ende gjallë. Ki kujdes, Elira. Ajo është e rrezikshme. Nuk dua të dëmtohesh për shkakun tim. Elira buzëqeshi, edhe pse me lot në sy. Ju nuk jeni një shkak, zonja Tefta. Jeni një njeri. Dhe askush nuk e meriton të kaloj këtë. Por premtimi ishte më I lehtë për t'u bërë se sa për t'u mbajtur. Elira e dinte se nuk mund t'ia tregonte thjesht videot Artanit. I duhej momenti I duhur, qasja e duhur. Nëse gabonte, Anila do ta kthente lojën kundër saj, do të shpikte se po e shpifnin, se Elira ishte një punonjëse e pakënaqur që përpiqej të krijonte probleme. Mundësia për të vepruar u dukse lindi kur Artani përmendi se do të udhëtonte për 2 javë. Një panajër ndërkombëtar në Miami, biznese të rëndësishme, e pamundur të anulohej. Anila do të mbetej vetëm me zonjën Tefta, dhe Elira e dinte se kjo do të thoshte që kontrolli do të ishte edhe më intensiv. Në fakt, sapo Artani u largua nga vendi, Anila tregoi fytyrën e saj të vërtet pa asnjë maskë. Rutina e zonjës Tefta u bë edhe më rigoroze, pothuajse ushtarake. Zgjimi në 6 të mëngjesit, ushtrime fizike në 7, dush I ftohtë në 8. Ushqimi u reduktua, me justifikimin se zonja Tefta duhej të humbiste peshë për të mos mbingarkuar kyçet. Ilaçet u shtuan, duke bërë që zonja të kalonte pjesën më të madhe të ditës në një gjendje përgjumjeje konfuze. Elira regjistronte gjithçka. Celulari u bë arma e saj e vetme, mënyra e saj e vetme për të provuar se nuk po shpikte, se nuk ishte paranoj apo egzagerim. Por edhe frika rritej. Filloi të vinte re se Anila e vëzhgonte me më shumë vëmendje. Komente të vogla filluan të shfaqeshin. Ke qenë shumë e heshtur kohët e fundit, Elira. Ka ndodhur gjë? Ose, të pash duke përdorur celularin ditën tjetër. Probleme në shtëpi? Elira ruante qetësinë, shpikte justifikime. Ishte vetëm një mesazh për nënën, për djalin. Asgjë e madhe. Por ndjente se rrethi po ngushtohej. Anila ishte shumë inteligjente për të mos e kuptuar se diçka ishte ndryshe. Situata arriti kulmin një mëngjes shtatori. Anila vendosi se zonja Tefta duhej të zbriste shkallët vetë. Ishte një ushtrim forcimi, thoshte. Zonja ju lut të mos e bënte, se kishte frikë të binte, se këmbët I kishte shumë të dobëta. Por Anila ishte e palëkundur. Mbahu te parmaku dhe zbrit. Ngadalë. Ti mundesh. Elira ishte në fund të shkallëve, zemra I rrite fort, duke parë zonjën Tefta të zbriste shkallë pas shkalle, trupi I dridhej, duart e bardha nga shtrëngimi I parmakut. Dhe pastaj, në mes të rrugës, ndodhi. Gjuri ju lëshua. Zonja Tefta humbi ekuilibrin, u përpoq të mbahej, por trupi tashmë po binte. Elira vrapoi. Arriti ta mbante para se të përplaste kokën, por pesha I bëri të dyja të binin së bashku në shkallët e fundit. Zonja Tefta qante, e kapur pas Elirës, duke përsëritur se nuk donte më, se nuk duronte dot, se preferonte të vdiste sesa të vazhdonte të jetonte kështu. Anila zbriti shkallët me qetësi, sikur të mos kishte ndodhur asgjë e rëndë. Ndihmoi të ngrinte zonjën Tefta, por zëri I saj ishte I ashpër. Epe? Prandaj duhet të praktikosh. Po të kishe më shumë forcë, nuk do të kishe rënë. Elira ndiu një zemërim aq të fortë sa u droll. Gati sa nuk bërtiti, gati sa nuk shpërtheu aty për aty. Por u përmbaj. Ende nuk ishte koha.
Atë pasdite, ndërsa zonja Tefta pushonte në dhomë, Elira shkoi në kuzhinë dhe gjeti Anilën duke përgatitur çaj. Gruaja u kthye nga ajo me atë buzëqeshje që nuk mashtronte më askën. Elira, duhet të flasim. Elira u shtir si e qetë. Për çfarë? Për sjelljen tënde. Kam vënë re se je bërë e çuditshme, vë në dyshim metodat e mia, bën fytyrë të vrenjtur. Kjo nuk është profesionale. Elira mori frym thellë. Unë vetëm shqetësohem për zonjën Tefta. Anila bëri një hap përpara. Shqetësimi yt nuk është kërkuar. Ti je një kujdestare, jo një mjeke. Ose i pranon rregullat e kësaj shtëpie, ose do të duhet të kërkosh një vend tjetër pune. Dhe Elira, më lër të them diçka, nëse del nga këtu duke folur keq për mua, do të jetë fjala jote kundër fjalës sime. Dhe merre me mend se kujt do t'i besojnë njerëzit? Kërcënimi ishte i qartë. Elira uli kokën duke u shtirur si e nënshtruar. Kuptova. Më falni nëse i kalova kufi. Shkëlqyeshëm. Tani shko shi nëse zonja Tefta është zgjuar. Është koha për ilaçet. Por atë natë, Elira mori një vendim. Nuk mund të priste më. Artani do të kthehej pas 5 ditësh dhe ajo duhej të ishte gati. Organizoi të gjitha videot në celular, i numëroi sipas datës, bëri shënime. Shkroi një përmbledhje të vogël të gjithçkaje që kishte dëshmuar, me detaje datash dhe orësh. Nëse do të fliste, duhej të fliste me gjithçka. Problemi ishte si t'i afrohej Artanit. Ai i besonte verbërisht Anilës. Ishte një djalë i vetëm, i suksesshëm, i mësuar t'u besonte atyre që flisnin me autoritet dhe siguri. Elira ishte vetëm një punonjëse, pa arsim, pa status. Pse do t'i besonte asaj? Përgjigjja erdhi nga një vend i papritur. Zonja Tefta, në një nga momentet e rralla kur ishte më e kthjellët, e thiri Elirën në dhomën e saj. Mbylli derën dhe, me duar që i dridheshin, nxori nga komodina një çelës të vogël të ardh. Ky çelës hap kasafortën në zyrën e burrit tim. Artani as nuk e di që ekziston kjo kasafort. Brenda ka dokumente, letra, gjëra që kam shkruar ndër vite. Ka edhe testamentin tim origjinal. Kur të vi koha, nëse të duhet diçka që provon se unë isha në kontroll të mendjes sime kur filloi gjithçka, përdore këtë. Elira mori çelësin, lotët i rridhnin. Do të bëheni mirë, zonja Tefta. Ju premtoj. Zonja e moshuar buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtë. Edhe nëse nuk bëhem, ti më dhe dinjitet në këto kohë të fundit, Elira. Më bëre të ndjej se ende kam rëndësi. Kjo tashmë është më shumë se sa mund të kërkoja. Atë natë, Elira shkoi në shtëpi duke mbajtur çelësin dhe celularin plot me prova. E dinte se ditët në vijim do të ishin vendimtare. Ose do të arrinte të shpëtonte zonjën Tefta, ose do të humbiste gjithçka duke u përpjekur. Por nuk kishte më zgjidhje. Vija mes të drejtës dhe të gabuarës nuk kishte qenë kurrë kaq e qartë, dhe ajo, për herë të parë në jetë, ishte në anën e duhur, edhe nëse kjo do t'i kushtonte gjithçka që kishte. Artani u kthye nga mjami një pasdite me shitetori. Elira e pa të arrinte nga dritarja e kuzhinës, këmisha e bardhë e lagur nga shiu i imët që binte mbi Tiranë. Ai duke i lodhur, duke mbajtur valixhen e rëndë, supet e përkulura nga pesha e 2 javëve mbledhjesh dhe fluturimesh. Nuk e dinte se ishte gati të mbante një peshë shumë më të madhe. Anila e priti të shoqin me një puthje të shpejtë dhe një buzëqeshje efikase. Si shkoi udhëtimi? Produktiv, u përgjigj ai, duke lënë valixhen në korridor. Po këtu? Si është mamaja? Mirë, mirë. E di, ditët e mira dhe ditët e vështira. Por po ja dalim. Elira vëzhgonte nga kuzhina, duart i dridheshin ndërsa lante enët e drekës. Celulari me regjistrimet ishte fshehur në xhepin e përparses, duke djegur si prush. Ajo kishte provuar 1000 herë se çfarë do të thoshte, si do t'i afrohej Artanit, por tani që ai ishte aty, frika e paralizonte. Po sikur të mos besonte? Po sikur Anila të arrinte ta kthente lojën? Po sikur gjithçka të ishte e kodë? 2 ditët e para pas kthimit të Artanit ishin të tensionuara. Anila ju rikthye rolit të saj si grua e përkushtuar dhe kujdestare shembullore. Zonjës Tefta ju dhan mjaftueshëm ilaçe sa për të qenë e përgjumur, por jo aq e droguar sa të dukej anormale.
Shtëpia rifitoi atë pamje normaliteti që fshite humnerën poshtë saj. Por Elira vuri re diçka ndryshe te Artani. Ai ishte më i pranishëm, vëzhgonte më shumë. Ndoshta distanca ja kishte mprehur shikimin, ose ndoshta diçka brenda tij tashmë e dinte se jo gjithçka ishte në rregull. Ajo e pa të rrudhte vetullat kur Anila ishte e vrazhd duke ndihmuar zonjën Tefta të ngrihej nga karrigia. Vuri re vështrimin e tij të hutuar kur e ama praktikisht nuk e preku darkën, pavarësisht se Anila këmbëngulte se ajo kishte ngrënë mirë gjatë gjithë ditës. Mundësia që Elira priste erdhi një të enjte në mënyrë krejtësisht të papritur. Artani kishte dalë për një mbledhje që duhej të zgjaste gjithë pasditen, por diçka shkoi keq. Klienti e anuloi në momentin e fundit dhe ai vendosi të kthehej në shtëpi më herët. Ishte pothuajse ora 3 e pasdites kur makina e tij hyri në garazh. Elira ishte në sallon duke rregulluar jastëkët kur dëgjoi zhurmën e derës. Zemra i rahu fort. Shikoi drejt korridorit dhe pa Artanin duke u ngjitur shkallëve drejt katit të dytë. Dhe pastaj dëgjoi zërin e Anilës që vinte nga dhoma e zonjës Tefta. Nuk po bërtiste, por kishte një ashpërsi aty, një ftohtësi që nuk e tregonte kur i shoqi ishte pranë. Ngrihu, zonja Tefta. Të thash që nuk do të hash darkë nëse nuk bën ushtrime. Përgjigjja e zonjës Tefta ishte një qarje e ulët, pothuajse një rënkim. Nuk mundem, Anila. Të lutem. Më dhem. Mundesh. Po bën drama. Hajde, ngrije atë krah. Më lart. Të thash më lart. Elira pa Artanin të ndalonte në mes të shkallëve. Ai dëgjoi. Ajo ishte e sigurt se ai dëgjoi tonin e zërit, vrazhdësinë, dëshpërimin e sëmës. E pa kur ai ndryshoi drejtim, duke u ngjitur shkallët e fundit më shpejt, duke ecur nëpër korridor drejt dhomës. Kur hapi derën, skena që gjeti ishte zbuluese. Zonja Tefta ishte ulur në cep të shtratit, fytyra e kuqe nga sforcimi dhe lotët, duke u përpjekur të ngrinte krahët ndërsa Anila i mbante kyçet, duke e detyruar lëvizjen. Kishte zhgënjim në fytyrën e Anilës, pa durim të maskuar keq. Dhe zonja Tefta dukej si një kukull e thyer, duke u nënshtruar sepse nuk kishte më forcë të rezistonte. Çfarë po ndodh këtu? Zëri i Artanit preu ajrin si një thik. Anila u kthye, duke i lëshuar kyçet e zonjës Tefta me një lëvizje të shpejtë. Fytyra e saj ndryshoi menjëherë, buzëqeshja u kthye, zëri u zbul. I dashur. U ktheve herët. Po bënim fizioterapin e pasdites. E di sa e rëndësishme është të ruash rutinën. Por diçka në vështrimin e Artanit kishte ndryshuar. Ai ju afrua sëmës, u ul. Para saj. Mami, je mirë? Zonja Tefta shikoi të birin dhe Elira që qëndronte në derën e dhomës, pa momentin e saktë kur diçka u thye brenda saj. Jo, biri im. Nuk jam mirë. Ka kohë që nuk jam. Artani rudhi vetullat. Për çfarë po flet? Por para se zonja Tefta të përgjigjej, Anila ndërhyri. Artan, mamaja jote është konfuze. E di si bëhet ndonjëherë, i ngatëron gjërat. Ajo po kujdeset shumë mirë. Por për herë të parë, Artani nuk u duk i bindur. Anila, të lutem, më lër një minutë vetëm me maman. Ajo hezitoi. I dashur, mendoj se është më mirë të qëndroj. Ajo mund të thotë gjëra që të kërkova të qëndroj vetëm me maman. Toni ishte i prerë, pa hapësirë për diskutim. Anila doli nga dhoma, fytyra e tensionuar. Kaloi pranë Elirës pa e parë. Dhe ishte në atë moment që Elira mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj. Ndoqi Anilën deri në korridor, por në vend që të zbriste shkallët, u kthye. Trokiti në derën e dhomës. Zoti Artan, mund të hyj? Artani ishte ulur pranë sëmës, duke i mbajtur dorën. Po hynte për të parë se çfarë po ndodhte. Kur Elira hyri, ai ngriti sytë. Elira? Ajo mori frym thellë. Zoti Artan, duhet t'ju tregoj diçka. E kam ruajtur sepse kisha frikë, por mendoj se ka ardhur koha. Ju duhet të shihni se çfarë ka ndodhur këtu ndërsa ju keni qenë jashtë. Nxori celularin nga xhepi me duar që i dridheshin. Artani e shikoi pa kuptuar, por zonja Tefta i shtrëngoi dorën. Dëgjoje, biri im. Të lutem. Elira hapi dosjen me video. Kishte 23 gjithsej.
Zgjodhi 5 më tronditëset, ato që tregonin pa lënë dyshim se çfarë po ndodhte. Dushin e ftohtë të detyruar. Ushimin e mohuar si ndëshkim. Ushtrimet që kufizoheshin me torturën. Fjalët e ashpra, manipulimi, kontrolli i maskuar si kujdes. Artani shikoi në heshtje. Elira shite fytyrën e tij të ndryshonte me çdo video, nga konfuzioni në shok, nga shoku në zemërim, nga zemërimi në diçka që I ngjante një faji të thellë. Kur videoja e fundit mbaroi, ai qëndroi aty, celulari në dorë, pa thënë asgjë. Pastaj shikoi të ëmën dhe zonja Tefta filloi të qante. U përpoqa të tregoja, bir. U përpoqa aq shumë. Por ti gjithmonë mendoje se po egzagjeroja, se ishte gjë e moshës. Dhe e kuptoj. Anila flet aq mirë, është aq bindëse. Unë vetë gati besova se problemi isha unë, se po tregohesha e vështirë, se unë isha gabim. Artani u ngrit, kaloi dorën në përfytyrë. Elira pa lotët në sytë e tij. Mami, më vjen shumë keq. Unë. Si nuk e pash. Si e lash të ndodhte kjo? Sepse ajo është e mirë në atë që bën, tha Elira me zë të ulët. Ajo e di saktësisht si të manipuloj, si të kontrolloj. Njerëz të tillë janë specialist në të dukurit perfekt. Artani u kthye nga Elira. Ti e dije? Për sa kohë? Elira uli syt. Që kur erdhi ajo. Në fillim ishin gjëra të vogla, mendova se po shija më shumë se ç'duhej. Pastaj u bë më keq. U përpoqa të flisja me ju një herë, por unë nuk dëgjova, e plotësoi ai, zëri I ngarkuar me faj. Zot, Elira, si duruat të qëndronit këtu, duke parë këtë dhe pa mundur të bënit asgjë? Sepse dikush duhej të qëndronte. Dikush duhej të dëshmonte. Dhe dikush duhej të kishte prova. Ajo që ndodhi në orët në vijim ishte një mjegull emocionesh të forta. Artani u përball me Anilën, e cila u përpoq të mohonte, pastaj të justifikohej, pastaj të fajsonte Elirën për shtrembërimin e gjërave. Por videot nuk gënjenin. Imazhet ishin shumë të qarta, fjalët e regjistruara ishin shumë të ashpra. Nuk kishte si të shmangej. Artani I kërkoi asaj të largohej nga shtëpia po atë ditë. Anila u përpoq të negocionte, të lutej, por ai ishte I palëkundur. Thiri një avokat, filloi procedurat e divorcit. E çoi zonjën Tefta në spital, ku mjekët konfirmuan shenjat e keqtrajtimit, madhjosje në faza të ndryshme shërimi, kequshyrje e lehtë, tepric ilaçesh në gjatë. U hap një hetim. Nuk pati skandal publik, nuk pati shfaqje. Vetëm drejtësia që ndiqte kursin e saj, duke dokumentuar, verifikuar, duke kërkuar përgjegjësi. Anila do të përgjigjej për veprimet e saj, pa dramatizim, vetëm pasoja. Elira mendonte se do të pushohej nga puna. Se Artani, I turpëruar, do të donte të fshinte gjithçka që I kujtonte atë periudhë. Por ndodhi e kundërta. Ai e thiri për një bisedë 3 ditë më vonë, kur zonja Tefta ishte kthyer tashmë në shtëpi, nën kujdesin e duhur mjekësor. Elira, nuk di si të falenderoj. Ti shpëtove maman time. Mund të kishe heshtur, mund të ishe larguar kur gjërat u bën shumë keq. Por ti qëndrove. Ti luftove. Bëre atë që duhej të kisha bërë unë. Elira fshiu lotët. Nuk mund ta lija vetëm. Zonja Tefta nuk e meritonte atë. Askush nuk e meriton. Artani mori një zarf, ja dha asaj. Këtu ke 3 muaj rrogë si shpërblim. Por më e rëndësishmja, dua që të vazhdosh të punosh këtu. Jo si kujdestare, por si shoqëruese e mamas sime. Dikush që ajo I beson, që e pëlqen. Me rrogë të drejtë, të gjitha të drejtat dhe respektin tim të përjetshëm. Elira hapi gojen, por fjalët nuk I dolën. Më në fund arriti të fliste. Zoti Artan, unë. Nuk keni nevojë të më falenderoni. Unë vetëm bëra atë që ishte e drejtë. Pikërisht për këtë. Sepse të bësh të drejtën kur të kushton gjithçka, është forma më e pastër e guximit që ekziston. Muajt në vijim sollën shërim. Zonja Tefta, e lirë nga kontrolli dhe ilaçet e tepërta, filloi të rifitonte vitalitetin e saj. Nuk u bë siç ishte më parë, mosha nuk e lejon këtë, por filloi përsëri të buzëqeshte, të bisedonte, të jetonte. Kopshti që e donte aq shumë filloi të merrte përsëri vizitat e saj të përditshme. Historitë e së kaluarës filluan të tregoheshin përsëri.
Artani kaloi më shumë kohë në shtëpi. Mësoj në mënyrën më të dhimbshme të mundshme se suksesi profesional nuk do të thot asgjë nëse humbet atë që ka vërtet rëndësi. Filloi të hante drek me të ëmën, ta dëgjonte me të vërtet, të vlerësonte momentet që kishin ende së bashku. Po Elira zbuloi se të bësh gjën e duhur, edhe kur është e vështirë, sjell një paqe që asnjë rrogë nuk mund ta blejë. Besi fitoi një bursë studimi në një shkollë të mirë, nën drita mori trajtimin që i nevojitej dhe ato u transferuan në një shtëpi më të mirë. Por më e rëndësishmja se kaq, Elira mësoi se zëri i saj kishte fuqi, se guximi i saj kishte vlerë, se ajo kishte rëndësi. Shtëpia pranë liçenit artificial nuk ishte më kur ai burg i heshtur. U bë përsëri një shtëpi. Dhe çdo mëngjes, kur Elira arrinte për të punuar, pritej me një buzëqeshje të sinqert nga zonja Tefta. Një buzëqeshje që thoshte, faleminderit që më pe kur askush tjetër nuk shite, faleminderit që luftove kur askush tjetër nuk luftonte, faleminderit që më kujtove se unë ende kam rëndësi. Kjo nuk është një histori për heronj. Është një histori për njerëz të zakonshëm që bën zgjedhje të jashtëzakonshme. Një grua e varfër, pa pushtet, me gjithçka për të humbur, që guxoi të sfidonte një strukturë heshtjeje dhe aparencash. Dhe duke bërë këtë, shpëtoi jo vetëm një jetë, por i ktheu dinjitetin dikujt që mendonte se kishte humbur gjithçka. Sepse, në fund, e keqja jo gjithmonë vjen me fytyrë zuzari. Ndonjëherë vjen e maskuar si kujdes, si organizim, si fjalë të bukura dhe metoda shkencore. Dhe prandaj duhet të jemi të vëmendshëm. Duhet të besojmë atyre që nuk kanë zë, të mbrojmë ata që nuk mund të mbrohen, dhe të kemi guxim kur do të ishte më e lehtë të kthenim kokën. Kjo është historia e Elirës dhe zonjës Tefta. Por është gjithashtu historia e kaq shumë njerëzve të tjerë të padukshëm që çdo ditë zgjedhin të bëjnë të drejtën edhe kur gjithçka komploton që ata të bëjnë ndryshe. Dhe prandaj histori të tilla duhet të tregohen, të mbahen mend, të festohen. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës dhe zonjës Tefta t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim guximi dhe dinjiteti, bëni like, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. A do të kishit pasur të njëjtin guxim si Elira? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi empatinë, drejtësinë dhe forcën që ekziston brenda secilit prej nesh. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju prek shpirtin dhe do t'ju bëjë të besoni se, edhe në momentet më të vështira, drita e mirësisë gjithmonë gjen një rrugë.